Neni quhet Neni Basha, që e ka bërë Sali Berisha dhe që nuk po e respekton Sali Berisha, dhe që pretendon qeverisi politikën edhe Partinë Demokratike në 4 vjeçarin e ardhshëm. Mosha biologjike e Sali Berishës nuk e lejon Sali Berishën që t'jetë kryetari i PD-s, sepse pa diskutim një leadership që ta çojë përpara një forcë politike i duhet eci me ritmin e kohës. Dhe vetë mosha biologjike nuk e lejon Berishën të eci me ritmin e kohës. I duhet ketë një program afatgjat, një plan qeverisës 10-15 vjeçar, që prap mosha biologjike nuk e lejon Sali Berishën. Duke parë parasysh ndryshimet që ju po flisni në statut, akoma nuk ka dalë një draft i shkruajtur, sepse po të kishte dalë do ta kisha lexuar dhe do kisha njohuri, është folur pa diskutim që do të ketë ndryshime, por që nuk kanë nxjerrë asgjë publike deri tani. Dhe deri në këto momente që flasim, është ky statut që unë po referohem, që është në fuqi dhe pa diskutim që nuk ka pse të ndrohet për interesat personale të kryetarit. Partia nuk është pronë private dhe nuk duhet trajtohet si pronë private.